Ka një kohë që kafshës i zon pesë më shumë se njeriut. Tatutën zakonisht për njeriut. Më mirë ndihem me këta se me njerëzit. Unë qohëm 6 mëngjesit, veqes kasht, kalamac, 12:45 se kryem mësimin, vetëm i ndërrej tesha dhe ve këto. Përderisa kum vendos për me dalë këtu ku jam, nuk i pres edhe bullizimet edhe ofendimet. Do të mirën veç me dhejt, do të bëhem një profesor, dyqysh se me na jetën pak ta. Unë jam Eduard Gavozaj. Prej fshatit Gjurë, studiaj për shkencat shoqërore natyrore në gjimnazin, jam viti 2. Pas shkollës merrem me dhit, që e kam hobi dhe bëj me plot dëshirë. Qofse di me menaxhu kohën, se që jemi na trit, për shembull që e kena atë fazën punën, shkollën, na nëse e kena këtë fazën kur tash duhet me pnu, e masi ti bëjmë do vjet do të mener, kështu që unë e dish, e ku menaxhu kohën, e ku llogarit kohën, kështu që se kam problem. Është lodhja normal, ama pas gjithë kësaj lodhjes, e kam edhe një, për shembull që është nakshëm, rrim mbrëmje, mësoj, ajo është çlodhja për mua dhe nuk mbjer shumë me pas ngarkesën. Unë gjithmonë e gjon atë kohën për me mësu, nuk e hupi kurrë mësimin, edhe pse mirë me këta. E kam kohën teme kohën 6, viju shekta, i qes 2 kashta me bare, kalamac, dhe pastaj në 12:45 e kryem mësimin, ku vete këta, deri në ora 6 masdite, dhe pastaj ndel ku mjaftueshëm edhe për me mësu edhe për marrë të këta. Më herët janë marrë edhe vllaznet e mi, që tani s'mjerren, janë në emigrim, por tani merrem unë është gati 1 vjet. Gjithmonë menoj që veni që jam të rrit edhe kum lind në çat vend, më ka bërë që mos më shku jashtë edhe dyqysh e menoj gjithmonë jetën në Kosovë, jo diku tjetër. Unë jam shumë i lidh, ja kum nis vonë siç e kallzova 1 vjet, por më kanë bërë që se dyqysh ka ardhur një kohë që kafshës i zon pesë më shumë se njeriut. Dhe unë kur dal me këta në mal, më vjen se gjithçka është për rreth meja është mirë. Dhe kur jam në praninë e këtive, më mirë ndihem me këta se me njerëzit. Dohem 3 muaj verës se e kam biznesin familjar që merrem me tenda dhe dekore, ku babi qen këta në bjeshk, dhe është ajo periudha që ndohem prej këtive, po mërzitja është se normal mësohesh me këta, e kalesh një kohë, ama vjen apet shtatori, e dalesh apet me këta. Zakonisht lypen jo kalamac, jo ujë, jo kasht. Këta e dojnë edhe këta të vetën, si njeri që dën buk ujë, që s'muj me jetu pa buk edhe këta ashtu. Edhe më dhimën shumë, non-stop në shaj në mal. Mu më karo ma shumë se unë qohëm 6 mëngjesit, ku thash veqes kasht, kalamac dhe në 7 shkojnë në shtëpi, 7:45 fillon mësimi, ku në 12:45 se kryem mësimin, vetëm i ndërrej tesha dhe ve këto, ku mirëm me këta deri në ora 6 në 7 masdite, dhe prandaj e kaloj ndoshta një 8 orë në ditë. Shoqërinë e kam shumë të mirë, e kam zgjedhur një shoqëri që nuk kanë qef bullizime edhe ofendime, apo unë përderisa kum vendos për me dalë këtu ku jam, nuk i pres edhe bullizimet edhe ofendimet, po nuk jam një i bullizum, pavarësisht më kanë dhënë motiv për me ecë më përpara. Kum nis vonë para 1 vjete dhe nuk më ka rarë shumë me shit mish, e çumësht nuk kena shit asnjëherë, përveç se fshati na ka lyp na ka kërku çumësht, ku i kena dhënë fala, sepse siç e dim, çumshti dhis ndihmon shumë në të gjitha organet e njeriut, sidomos në kancer, dhe prandaj kemi zgjedhur që ta japim falas të shpëtojmë një jetë të njeriut. Ka pas raste para një jave që ka ardhur një grup prej Prizrenit, ku e ka marrën 10 litra çumësht dhe pastaj më ka thirrë në telefon që është shumë e kënaqur për kontributin tonë ndaj asaj. Ka pas probleme në zonën e Trash, ku tha ka filluar të më bëj mirë dhe do të marrë gjithmonë, por tani është koha që jam barsu të gjitha dhe nuk ka çumësht sepse është, siç e dim, është edhe dimër. Kismet e kam planin me shku në fakultetin Hukëshin Hoti në Prizren, ku do të vazhdoj për juridik ose do të shkojnë për një profesor të matematikës. Menoj që tash vjen koha se unë siç e kum thonë që nuk do të mirëm veç me dhejtë, unë do të ka përcej edhe më nalë, ku do të bëhem një profesor, po nëse vjen puna deri në atë pikë, pse jo mos marrë edhe në Prishtinë. Ma afrohen zakonisht e lypin kalamoqen, që si për shembull nëse të shojnë në dorë kalamac, këta direkt vjen, sepse e kanë ushqimi i preferuar i këtive është kalamoqe. Zakonisht për shembull pi shkollës kum pas ndonjëherë që kum marrë ndaj notë jo të mirë, kum marrë tek këta dhe më kanë bërë që më një mirë, mos tani kum thonë hajt se ja dal, mos tani
për një me e kam që dyqër se me na jetën pak ta. Unë e kisha thonën që bullezimet edhe ofendimet milon anash. Në qofë se këtë jetë këna lind vetëm, kena me vdek vetëm. Nuk vjen kërkosh aj që na ka bullizu, ose aj që na ka supërtu. Nuk vjen kërkosh mbas neve, kështu që duhet të vetë të jemi të fort, t'ja dalim, dhe mos t'i lom anash bullezimet, ofendimet, t'i marrin vetëm ata komentet që na bëjnë mirë për të ndjej. Tatutën zakonisht për njeriut, që afroj o t'in që srengat. Me zërë t'i mbje dhe a me u pas një, as njerë s'm ka u pas një. A guxoj më ardhët me ty,